Ka dështuar seanca parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari njoftoi për ndërprerjen e seancës konstituive, duke thënë se nuk ka shumicë për vimësinë e saj. Dehari thotë se do t'i drejtohen me një letër presidentes së vendit Vjosa Osmani për mënyrën se si do të veprojnë në vijim. Detyrohemi të ndërpresim seancën dhe me letër t'i kërkojmë presidentes se si të veprojmë në të ardhmen, thotë ai. Në seancën konstituive ishte kuorumi për të PDK, LDK dhe AK votuan kundër raportit Komisionit për verifikimin e mandateve. Votimi rezultoi 52 pro, 46 kundër dhe 11 abstenim. Kuvendi i Kosovës mbeti sot seancën konstituive, deputetët e legjislaturës së 9 pritej të bënin betimin, ndërsa në rendite ishte zgjedhja e kryetarit kuvendit. Partia fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje, zyrtarisht nuk i ka 61 votat konfirmuara për të bërë shumicën. Kujtojmë se në seancën konstituive kryeministri në detyrë Albin Kurti dorëzoi letrën e dorëheqjes kreut aktual të kuvendit Glauko Njufca së bashku me kabinetin qeveritar. Në letër thuhet se Kurti dha dorëheqjen me ministrat për të bërë betimin si deputet të kuvendit, teksa pritet edhe krijimi i qeverisë së re të Kosovës, por edhe sot kjo nismë dështoi. Mbetet për tu parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim. Megjithatë, ajo që dihet me siguri është se Albin Kurti edhe Lëvizja Vetëvendosje i ndodhet në një moment kritik, pasi edhe pse janë fitues të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, ata po e kanë shumë të vështirë për shkak të numrave krijimin e qeverisë së re të vetëm.